Agjencia Ndërkombëtare Standard & Poor's ka përmirësuar vlerësimin e Shqipërisë nga B+ në BB- duke reflektuar stabilitet ekonomik dhe aftësinë për të shlyer borxhet. Megjithatë, pavarësisht këtij përmirësimi, raporti paralajmëron sfida të mëdha për të ardhmen. Ekonomia shqiptare pritet të rritet me një mesatare prej 3.5% gjatë viteve 2024-2027, por ky parashikim mbetet i ngjeshëm ndaj rreziqeve të jashtme si krizat ekonomike në Europë dhe problemeve në tregun e punës. Sipas Standard & Poor's, Shqipëria ende ka kufizime të rëndësishme për fshirë një kuadër institucional të dobët, mundësi të pakta për politika monetare dhe një nivel të lartë informaliteti. Mbi 50% të borxhit qeveritar është në monedhë të huaj dhe me afat të shkurtër duke e bërë ekonominë të cënueshme. Ndërsa qeveria e sheh këtë raport si një sukses në prag të zgjedhjeve të 11 majit, agjencia jep një mesazh të qartë për integrimin evropian. Pa reforma të thella dhe të shpejta, Shqipëria nuk do të jetë gati për antarësim në Bashkimin Evropian përpara vitit 2030. Kjo deklaratë bie ndesh me optimizmin e mazhorancës e cila ka përdorur antarësimin si një nga shtyllat kryesore. Raporti nënvizon se pavarësisht progresit në disa drejtime, Shqipëria vazhdon të përballet me sfida të rëndësishme për një zhvillim të qëndrueshëm. Ekonomia mbetet e ekspozuar ndaj faktorëve të jashtëm dhe e ndikuar nga pasiguria politike dhe institucionale. E për të përshpejtuar integrimin evropian dhe për të rritur besueshmërinë tek investitorët e huaj, kërkohet një angazhim më i madh në reforma strukturore, forcimi i institucioneve dhe ulja e informalitetit. Vetëm në këtë mënyrë Shqipëria mund të bëhet një ekonomi konkurruese dhe të afrohet realisht me standardet e Bashkimit Evropian.